Toka, një planet blu me më shumë se 1 milion lloje krijesash që jetojnë rreth e rrotull saj. Toka, gjithsesi tani më shumë se 2500 lloje specish janë në rrezik zhdukeje, qenie të rëndësishme të njerëzimit. Ne duhet të veprojmë në mënyrë të menjëhershme. Tani, për hir të të gjitha qenieve të gjalla, përfshirë edhe veten tonë. Atëherë si quhet kjo nga trestare? Emri I saj është Miau Shtrydhe. Po forma e saj? Për momentin nuk e kam pikasur. Është detyra jonë të ndëshkojmë këto krijesa që kanë ndotur një planet kaq të bukur dhe që e kanë përdorur si pronë të tyre. Disa nga ata mund të ndërhyjnë në mënyrë të papritur. Duhet I neutralizosh. E di, në fakt kam menduar një strategji që do të jetë në favorin tonë. Në këtë alien gjenden ADN-t e nxjerra nga krijesat që jetojnë në planet. Duke e kombinuar nëpërmjet metodës së fuqisë së jetës, që është elementi bazë I çdo qenie njerëzore, do të jemi aftë të krijojmë një monster akoma më të fuqishëm dhe të rrezikshëm, që do të na ndihmojë të realizojmë të gjitha planet tona. Kemi ratimin tim. Faleminderit. Fest vetëm për vajzat Miau. Lule Shtrydhe, është koha të çohesh. Sa më flihet. Më në fund. Pa shiko, as këmbët nuk të mbajnë. Forca, nxito të lahesh dhe të vishesh voglushe. Hë pra tani, nëse nuk nxiton pak, do të harim vonë. Çfarë do të thuash me atë arrim vonë? E pas ke harruar e dashur, sot do të shkoj me gjyshi në festivalin e sanjës. Më vjen shumë keq babush, po për sot kam punë të tjera për të bërë. Po çfarë punësh po thua? Sot është festivali I sanjës, nuk mund të mungojmë. Kohët e fundit Lule Shtrydhe ka qenë shumë e dhënë me punë. Nuk më interesojnë. Nuk më pëlqen fare zonjush. Ti e di shumë mirë që këto nuk funksionojnë. Çfarë the ti moj? Që kur na janë bërë këto festime kaq të rëndësishme? Mos na dil tani me teorinë tradicionale sepse nuk të shkon fare. Kjo sjellje është e shtiru. Pa dëgjojeni pak këtë dietaren. Un kam qenë gjithmonë mbrojtës I traditave. Por këto janë gjëra që një vogëlushe si ty nuk mund t'i kuptoj. Ma, të lutem, thuaj edhe ti diçka. Nuk mundem, ka marrë posë shumë të bukur. Mina, doja të pyesja për diçka. Po të dëgjoj e dashur. Pas pak do të hapim kafenen, do ta marrësh mundimin për ta ndihmuar pak. Korona të punë po bëj apo jo? Si, më fal? Po kontrolloj cilësinë e çajit që do të shërbejmë sot. Të siguroj që është me të vërtet shumë I mirë. Rjeshet, merrem unë me përgatitjen e gjithçkaje. Nuk mund të vazhdojmë kështu! A keni pastruar përpara hyrjes? Ende jo, por do ta bëjmë menjëherë. Lule Shtrydhe, merru ti. Jo! Nuk e di nëse je I vetëdijshëm, por sot është e diel, Ryan. Edhe pastaj? Edhe më pyet
madje, përse duhet të punojmë të vetëm ditë të javës që është pushim? Të vjen keq të ma shpjegosh? E po, nëse nuk të pëlqen, mund të qëndrosh edhe në shtëpi, por e di që mund të humbasësh të drejtën për të ngrënë në ëmbëlsira falas, ta kesh të qartë. Faleminderit që ma kujtove. Mirë, lëri dramatizime tani. Sa po flitet për ëmbëlsirat nuk kuptoj më asgjë. Forca, mos bëj kështu, ka edhe më keq se kaq. Sa mirë ti shikon gjithçka me një anë pozitive, të kam shumë zili ty. Forca, futuni punës tani. Shumë faleminderit për inkurajimin, por bën mirë që të ikësh. Oh, excuse me. Oh, hi. My name is Mary Maguire. I would like to see Mr. Ryan Shirogame. I'm here to discuss for the programs that I'm going to play for the coming party. Could somebody tell him I'm arrived, please? Duhet këtë bërë ndonjë pyetje ose të paktën kështu më duk. Po, më duket se po. Well, my name is Strawberry. Më fal, por më duket se thuhet my name is Strawberry. Strawberry. Yes, Strawberry. 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 Yes. Po shkoj të kërkoj ndihmë. Mos më lër vetëm prita. Where did she go? Did she go to look for Mr. Shirogame for me? Toc, the pen. This is a pen, but what does this mean? Isn't Mr. Shirogame here? Yes. Oh, no. Po tani si do t'ja dal? Pa shiko, qenë ke këtu. Kemi një problem atje jashtë dhe na duhet me njëherë ndihma jote. Më lër ta e gjej vet, luleshtrydhja është ngatruar në telashe? Jo, nuk ka lidhje me këtë, nuk ka lidhje. A ka ndonjë gjë që shkon? Tani ju shpjegoj. Mark, çfarë surprize? Po përse je veshur kështu? Po shiko, un po punoj në këtë kafenen si kamariere. Vërtet? Po ti përse ke ardhur nga këto anë? Thjesht dola për të bërë një xhiro. Excuse me. Who is him? Why didn't you answer my question? Më ndihmo, të lutem, Mark, të lutem. Në rregull. Hi, what's going on here? Any trouble, madam? Oh, thanks God. You understand in English. Oh, yes, but just a little bit. Sa I zoti që How can I help është, you? di edhe gjuhë të huaja. Well, I am Mary Maguire from San Francisco. I have been visiting this place to see Mr. Ryan Shirogame today. Please, can you help me? Is Mr. Shirogame around? Dëgjo, më tha që quhet Mary Maguire dhe se ka ardhur këtu për të takuar Ryan Shirogame. Hello, Mrs. Maguire. We have been waiting for you. This is Mr. Ryan Shirogame. Hello, nice to meet you. Oh, nice to meeting you, Ryan. Pa shiko, tani po na sillet mirë dhe sjellshëm. Ti vazhdo të pastrosh, lëviz. Please, come this way. Sa antipatik që është, nuk e duroj dot më. Luleshtrydhe, më fal. Po? Ai djali, mos është gjë shoku yt? Jo, çfarë po thua? Këto janë shoqet e mia. Ja, po të prezantoj me Minën, ndërsa kjo është Lori. Përshëndetje, unë jam Marku. Mirëmëngjes, Mark. Gëzohem që po të njoh. Të lutem, futu në kafenen ton, do të ofrojmë një filxhan çaj. Ju falenderoj, por nuk mund të qëndroj shumë. Duhet të shkoj në stërvitje. Oh, sa keq. Kisha shumë dëshirë të bisedoja pak me të dashurin e luleshtrydhes. Të dashurin tim? Jo, çfarë do të mendoja ai tani? Nuk thuajnë këto gjëra, Luleshtrydhe, më fal, por tani më duhet të iki. Po mirë, do të shihemi nesër atëherë. Mirupafshim. Ditën e mirë. Faleminderit. Duket një djalë shumë simpatik dhe I thjesht. Po, I ke rënë pikës, Lori. Atëherë keni dalë ndonjëherë bashkë, po apo jo? Harroje që unë do të tregoj diçka kaq personale ty. Pjesë e bukur. Nga na doli këtu kjo pianoforte? E çrëndsi ka kjo. Dëgjoj muzikën. Po, ke të drejtë. Është shumë e bukur. Të lumt, Mary. Very good. Thank you very much.
Dëgjoni, javën tjetër Ryani do të organizojë një festë të madhe këtu në kafene. Edhe Mary doli vullnetare që të luante një pjesë në pianoforte me këtë rast. Një fest? Po, është një mënyrë për t'ju falenderuar për punën që keni kryer këtu në kafene, për ne. Çfarë? Menduam të bënim diçka të madhe, një mbrëmje elegante, si thuash, kështu që morëm disa veshje të posaçme vetëm për ju. Por Ryan, ishte ideja jote për këtë fest apo jo? See you at the party, Mary. Okay, see you then. Në fund të fundit nuk është edhe aq i keq. Jo, po vjen këtu. Ndalo, nuk di asnjë fjalë anglisht, jo. Strawberry, I would love to play the piano for a girl like you. Çfarë? Qetësoni, tani do ta përkthej. Thot që mezi po pret të luaj në piano për 3 vajza kaq të këndshme si puna juaj. Është shumë e sjellshme nga ana e saj, po unë nuk jam daq e këndshme. Goodbye. Sa e ëmbël që ishte. Një grua ma gjepse se vërtet. Ryan i mbeti pa fjalë nga interpretimi i saj në piano. Më tha se luan me gjithë zemër dhe unë jam dakord me të. Pra të pëlqejnë djemtë si Marku, Po çfarë pyetjesh janë këto? Mos vall gabova. Ti nuk e di fare se si janë gjërat. Të kanë dalë veshët e matës, Mjaft, çfarë do? Mere këtë. Është veshja jote. Sa e bukur. Është me ngjyrë të kuqe, besoj se do të shkoj shumë. Atëherë si po shkon? Deri më tani gjithçka në rregull. Ke besim tek unë apo jo? Sigurisht. Nuk duhet të më pyesësh më për këtë. Shpresojmë që festa të vazhdojë pa ndonjë ndërlikim. Jam aq e shqetësuar sa që nuk arrit të lëviz. Sa shumë fjalë keni. Mirë mbrëma, mund të prezantohem? Me kënaqësi. Shikon sa rëndësi i jep vetes ajo? Shiko, Mary është duke luajtur. Sa elegante që është. Është shumë e bukur. Ja tek qen keni. Mirë mbrëma. Dukesh shumë elegant. E po duaj, isha unë ai që organizova festën, nuk mund të vija i veshur me xhinsa. Sa gjë e bukur, duket si një ballo e vërtet. Në fakt, kështu është. Si thoni, sigur të bashkohemi të tjerëve? As mos e mendo. Kam marrë shumë mësime në shkollë, por me valsi nuk di as nga t'ja filloj. Eja, të mësoj unë se si kërcehet. Jo, prit. Pas ka i shumë dëftuar, sa që dohet shumë e lehtë ta gjej subjektin që të bëjë rëmujën. Nuk e pra me qëllim. Duhet të qëndrosh më afër partnerit. Tani më lër mua të udhëheq. Ai ka të drejtë, unë po mësoj. Çfarë kam kështu? Sekret papritur po më rre zemra. Po dalë për të marrë pak ajër të pastër në balkon. E kisha të nevojshme. Hej! A do pak lëng frutash? Faleminderit, shumë i sjellshëm.
Më fal, mund të bëj një pyetje? Po, më thuaj. Përse më zgjodhe pikërisht mua me këtë veshje? Mendova thjesht se do të rrinte mirë, por nëse nuk të pëlqen, mund edhe ta ndrosh. Jo, më pëlqeu shumë madje. Çfarë po bën? Mos lëviz. Ja mbarova. Tani ke në rregull flokët. Po iki, më duhet të përshëndes disa njerëz. Kur të jesh gati, ktheu brenda. Nuk e kuptoj. Si ka mundësi që është bërë kaq i sjellshëm me mua? Ta mendosh mirë, unë di shumë pak për të. Në fakt po thuaj se asgjë. Ajo është Mary. Hey, ç'kemi Mary? Ç'kemi? Por e di, kam një ide për ta gjallëruar pak këtë festën, si mendon ti? Po, çfarë do të thuash? Jo, Mary, jo! Tani do të tregoj se çfarë mund të bëj duke pasur një alien me fuqinë e jetës së një personi të duhur, përgatitur për më të bukurën. Bashkim! Mirë brama! Ajpe, as pa keq apo jo? Çfarë i bëre ashtu, mori i poshtër? Forca, tani mund të shkosh ndeshu. Më dëgjoj mirë, e di që ajo që i ke bërë Mary është e tmerrshme, por do të ndëshkohesh për këtë. Çfarë ka, duke shumë e shqetësuar? Një monster ka sulmuar luleshtrydhen. Shpejt, shkojmë tek ajo. Pas teje. Luleshtrydhe. Vajza, ai njeri i poshtër e ka kthyer Mary në një monster. Një monster në një qenie njerëzore është e pamundur. Është detyra jonë të shpëtoj Maryn përpara se të jetë shumë vonë. Po. Transformimi i mjau luleshtrydhes. Mbrojtës dhe kujdestar tokës, gati! Shumë mirë, sa të zonjat jeni, më duket sikur jam në një teatr. Forca, shkatroj ato. Muzik! Vajza, sa për të qenë i qartë, nuk jam unej që po i shkaktoj këto. Bluja e thellë ma kërkoj këtë. Kush është bluja e thellë? Faleminderit shumë. Është një monster shumë ndryshe nga ata që kemi luftuar më parë. Mos u friksoni, e rregulloj unë. Zemra e Minës! Harku në veprim! Në rregull, dhe tani është rada ime. Shiriti i Lorit! Rryma e ujit! Muzik! Parashikimet e tua dolën të vërteta. Kur të përdorin qeniet njerëzore, mostrat e tyre do të fuqizohen edhe më shumë. Po, e vërtet, shumë herë më të fortë nga sa mund ta imagjinojmë. Atëherë çfarë do të bëjmë? Ke ndonjë ide?
Shko në dhomën e pritjes dhe vendos muzikën që luajti Meri në pianoforte me sa më shumë volum të jetë e mundur. A më kuptove? Me njëherë. Muzik! Me zi po marrë fëllë. O, jo, vajza! Ndalo! Ryan! Më thuaj me çfarë guximi arrin të mashtrosh dikë që krijon një muzikë kaq të bukur dhe e shfrytëzon atë për t'i dhënë jetë një monstri të tmerrshëm. Ama dëgjoje mirë forcën pozitive të kësaj harmonie. Muzik! Çfarë po ndodh? Era po ikën. O, Ryan! Duhet ta prisja, nuk është e mjaftueshme. Mja ushtrydhe, forca, e ke ti radhën. Në rregull. Rezet e dritës në sul! Muzik! U eliminua? Nuk e kam kuptuar mirë se cilat janë qëllimet e tua, por ta dish që nuk do të fitosh kurrë. Të jap fjalën. Në të vërtet, po do të kemi plot raste të tjera për të luajtur së bashku. Do të kthehem shumë shpejt. Të jeni të sigurt. Meri, më dëgjon? Shumë mirë, shikoni vajza, u zgjua. Strawberry, what happened? Jeni të gjitha mirë? Miri. Everything all right? Yes. Sa mirë. You saved my life, Strawberry. Të lutem. Faleminderit, Ryan. Faleminderit nga zemra.